Kam ndryshuar diçka në my skincare routine që më ka ndryshuar komplet teksturën e lëkurës për mirë. Get ready with me për të dalë. Gjejmë bashkë dhe çfarë do vesh poshtë. Kjo kanatierja sikur shkon shumë me këtë fundin. Ka gati të njëjtën ngjyrë te kjo pjesa pana. Po mendoj se ky fundi është opsioni i duhur. Te buzët nuk do rim pashtuar lip tintin. Shtoj my favorite one këtë kohë. Sigur gjithë make-upit tani duket më mirë. Për bizhu, kjo kapsja për të kapur flokët gjysmë është shumë e bukur. Prandaj këtë kapsen edhe ato që vendos çdo ditë. Sot po bëj atë editimin e vlogut të Berlinit. Ky vlogu do jetë më shumë një guide se ku të shkoni në Berlin, ku të shkoni edhe tani në verë në Berlin. Dhe po shikoja tani vlogun, më mirë që i bëra flokët pak më të errta. Po përdor dhe pak të press powderin e Fentit. Kam mbaruar parfumimi i preferuar. Për vë, ndoshta këto janë pak si too much me që do kem edhe këtë. Do vej ato që vendos çdo ditë. Te syt kam vetëm rimel dhe pak eyeshadow kafe këtu dhe në fillim të syrit. Shumë pak do vendos highlighter të bardhë sa për ta theksuar më shumë formën. Shtoj dhe vëthët dhe besoj se mbarova.